diaspora. Po vjen mirë domosdoshmë Pejalinë, e kom po domosdoshmë ka Tina Zini në televizion kur I kritikon diasporën për shembull pse votojnë këtu. Po, ne kom thonë se të studio. Domosdoshmë kë me intimitet me diasporën. Jo, absolutisht. Ai sonte edhe 100 vjet tjera. Absolutisht nuk po du intimidu absolutisht. Mirë po për mua është një absurd I llojit vet, kur kemi parasysh sepse ata mergjimtarë domosdoshmë I dërgojnë remitenca pa mos domosdoshmë Republikën tonë. Ja Martin Berisha me vjen vota ata. Për mergjimtarë apo flasim? Po të votat e tyre po mos tesh një mergjimtar. Unë po të garantoj që domosdoshmë nuk kish më pas ke zhvillim ekonomik vendi jon pra të pas parasysh ndihmën e tyre. Kur anë e bojnë në detaj edhe këto diskutojnë ata kanë qenë jo kanë përgjigjë kur u kanë nevoja edhe tash I përgjigjen. Këto çka kanë bë? Mirë tash na po folëm tash çka kanë bë këto apo me di. Nëse luftën e pas ka bë diaspora, çka ka bë Adem Jashari? Se në Kosovë konaj. Çka ka bë Kosovë? Çka ka bë stacion konshto? Po e dim tash çka kanë bë, mos I mendimi domosdoshmë nuk më ka duk absurd. Po më ka thënë çka kanë bë shqiptar kosovar që kanë jetuar në Kosovë. Nëse luftën e ka bë ata. Unë domosdoshmë s'kam nevojë të kallëzu ty ti e din nëse ke qenë këtu e din çka kanë bë dhe po luftën e ka bë diaspora. Jo, nuk po them luftën, po janë kanë ardhur madje pe Amerikës, kanë ardhur. Po më prap ai provjen, prap I përgjigjet vendit vetë edhe për votat. Edhe shoh një vjet më ardh vend vetin po vjen, edhe ka drejt me votu për. Edhe Albini ka thonë çfarë është njëjtë. Po mirë. Ju kanë përgjigj vendit vet, pasi në për vend vetin. Çfarë po të pengon ty për shkak? Çfarë të pengon diaspora? Pensionar më kur gjë? E po pse? Ata janë orë për vend vetin. Ju kanë përgjigj vendin. Pengon se votojnë Kurtin a kur? Ja, unë kam thonë as PDK-ja, as LDK-ja, as Njolajës. Krejt ata që na bëshesë Këtë mësu diaspora që vetë vendosja me vjetë votat. Këtë votat në përpërfaqësi diplomatike janë vjeta. A ki fakt Arlind? Që përqindja, po të kalëzë 80% I ka fitu në përpërfaqësi diplomatike, kur ka nërë me zorfa I 52%. Ju të mëne pas kjetu dhe më këtë qështja, po? Pas kjetu këtë qështja dhe keni orë fotografi, keni orë të të bojtë falsë Martin Berisha si kur kumpira ka bojtë. Në anullu ato. Ska një vendim gjykatës. Mira, I ka anullu pro këtë qëzëja. Konstitucionja shatrël e ka shatrël kushtetues edhe domosdoshmë nëse ka parregullsi, jo vetëm te votat, siç po thoni të Martin Berisha, por gjitha ku ka prek domosdoshmë, ku ka pas tendencë për mundru vullneti I njerëzve, atëherë domosdoshmë KQZ-ja ajo institucion përgjithë se duhet me mirë nëmruar se është po pavlefshme. Donika Kërvalla, Martin Berisha, Sami Kurtishi, Alban Krasniqi janë grupi të cilët kanë ndiku me deviju vullnetin e popullit edhe në diasporë, edhe në përfaqësi diplomatike. Unë nuk kam asnjë provë, nëse e ke olumtuti, atëherë pra përgjegjësia jote qytetare është me dërgu këtë provë policë dhe prokurori, sepse mos lajmërimi I veprës penale është vepër penale. Atëherë domosdoshmë edhe ti dërgoj. Apo pajtuesh ti që nuk kam provë. Nuk kam provë. Nuk është numrimi I votave. Para se morën Albin Kurtin për shtet. Ai ka bën KQZ-ja ashtu skandal mos më mujt me numër vota. Çka ka këtu Albin Kurti? Çka ka këtu Albin Kurti?